Alhamdulillah, wa kafa, sallallahu sallam, wa baraka ala Mustafa, wa ala alihi, wa sahbihi, wa man wala. Falënderimin të nësita ku me të Allah subhanahu wa ta'ala, së ati përgjom që të ravrej dhe të begoj dërgojnë ti Muhammedin sallallahu alaihi sallam, familjen, shokët dhe gjithë umetin e ti të vëzgjellë. Të në vëllezër, jo rallëherë, njerëzit ose kategoritë e sprovuara janë i bretje dhe mësimi dhe ajo shansa e të pas provumit për me reflektu. Për shembull, kur është dikë i cili fjala vije për shembull e ka shpërfill shëndetin, nuk i ka kushtuar vëmendje shëndetit, edhe ti e sheh pasojën ku ka mbërrim, pastaj ndodh çka të bën ty me reflektuar dhe me bën një rikalkulim çish kimi çasën çështjes së shëndetit, ruajtjes së shëndetit ose ruajtjes para prake para se marrni moshë kështu me radhë. Ose për shembull kur është njëri fjala vije që e ka shpërfill punën, edhe i ka kushtuar kjo pastaj për shembull një jetë, ti të shton vullnetin edhe mendimin edhe atë vendosmërinë për më kanë i përkushtuar punë. Ose fjala bie tjetër për shembull që ka shpërfill familjen, edhe se si ka kushtuar pastaj kjo në jetë. Këta jo që folin. Domethënë një sprovum shnet, një sprovum familje, një sprovum punë, këta nuk flasin, gjendja e tyre flet. Gjendja e tyre flet edhe ty të bën me menu. Mirë po ty të bën me menu se ti menon se çdo ngjarje, çdo situatë, çdo realitet që she e ka një arsye, një shpjegim, edhe nuk është domethënë pa një rrjedh logjike. Domethënë, është dikë i cili ka punduar kështu, këtu ka pas një arsye, ka pas një periudhë që ka ndodhur kjo, edhe më son ti ka domethënë një pasojë. Pse më do të bëj çikat? Në zakonisht në këtë kohë, pa më parasysh nuk kam nevojë me ngushtu këtë në kontekstin gjeografik ku po gjendemi. Në kohën e sotit dominohemi në rrethim nga të pauzuarit. Domethënë, kudo që gjendesh, në çfarë do lloj rrethone, çfarë do lloj veni, çfarë do lloj shteti, shka dominon? Dominon që na rrethohen nga të pauzuarit. Tamam. Që kjo që na rrethohemi nga të pauzuarit, mos udhëzimi i tyre ose gjendja e tyre pa udhëzim, a na bën me menu, çfarë gjendje e keq që Allah mos na provoft, apo na josh domethënë mos udhëzimi i tyre. Domethënë, zakonisht kur folet për sfidat e praktikimit të fesë, në shumë të rasteve potencohet, a ki parasysh ku jena të jetu? A di shebe që ke fjali? Ke be domethënë që na shohim. E tash a di shebe kjo, ke si be për shembull, a di se një njeri shka rrin në spital me të smut, i josh të smuja. Po nuk ka kjo logjik. Nuk mundesh me thonë mu ka bë marak smuja se po rrin në spital me njerëz smut. Jo, ti bashku rrin në spital, thua Allah mos provoj çështo. Ai vetë çështo, logjik shumë. Bashku isha njerëz në spital të vujt, po Allah mos më provot këtë gjendje. Bashkë të rrethëkupi xhailave ti do të shmokon edhe mas fiqel me thonë vallahi ba veç elhamdulillah Zoti që na ka udhëzuar. Arnohet me çështo. Arnon me një, jetë kjo. A mund të më kanë jetë normale me këtu çështo? Realisht ne kena të kundërtën. Ne do të thonë zakonisht do me nënvizu se kjo që po rrethohet më shumë xhailave, kjo që po rrethohet më shumë prej njerëzve të sprovum se realisht ata janë të smut, ata janë të sprovum, ata janë të pafat, ata janë të mirë, ata janë të përvujtur. Nëse na nuk kena mbërri me dietet tona fetare që to s'kena kuptuar kurrë, kurrë s'kena kuptuar. Nëse s'kena mbërri me pa që njëri që sa adhuron Allahun, njëri që jeton pa qëllim, njëri që nuk jeton me synim me fituxhenetin, është i smut, është i sprovum. Ata dush me kajt më shumë se njëri që është i paralizuar. Ai do të mutullim më shumë se një njeri i cili është i palëveshëm, ai do të mutullim më shumë se një njeri i cili kështu edhe kështu. Për këtë në vëllezër, kisha pas dëshirë më kom kjo piknisja e kësaj trajtese në dritën e ajetit kuranor ku Allah subhanahu wa taala i fol kështu sahabë, i thot: "Wa kadhal thot kadhalika kuntum min qabl famanna Allahu aleikum." Ju çshtuni koma përpara. Ju çshtuni koma përpara dhe Allahu ju ka begatu. Çshtuni koma përpara dhe Allahu ju ka begatu. Kur thot Allahu çshtuni koma përpara dhe Allahu ju ka begatu. Çka është domethënia? Domethënë veç i thot sahabë, veç kujtoni ku jeni kanë ju. Edhe që kjo, veç kujtoni ku jeni kanë është edhe për neve. Edhe na e dimi që para udhëzimit i na kanë shumë keq. Edhe na e dimi që para udhëzimit na kanë shumë tërë. Edhe na e dimi që para udhëzimit i na kanë shumë pa kuptim. Edhe na e dimi që para udhëzimit kena jetu një jetë, domethënë të bredhës edhe të sorollatës, kështu që mungesën e udhëzimit a shohmi si skamje, a shohmi si varfëni, a shohmi si përhumbje, a shohmi si terrë, a shohmi domethënë si vuajtje. Nëse shohmi çështo mungesën e udhëzimit, krejt çka të folmi tash e tutje, ose edhe ligjata që ka marrë tutje ose çka ka të bëjë me sfidimin në raport me mëkatet, mo kito temalit. Më thënë veç e kujton domethënë çket fakt, edhe ky fakt në vëllezër ka të bëjë me dy gjëra, domethënë me gjendjen çysh ke qenë,
Sikur se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam që shënoi Imam Ahmedi Imam Buhari Muslimi për Abdullah ibn Zaid ibn Asim, thotë ne pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka drejtuar sahabëve ansarëve dhe ka thënë ya ma'shar al-ansar alam ajidkum dullalan fahadakum Allahu bi. Thonë o ju ansar, a nuk ju kam gjetur unë të devijuar dhe Allah ju udhëzoi juve me mua? Do të thonë kjo formë e komunikimit nuk është për mja përmend të mirat. Në pejgamberi sallallahu alaihi wasallam do më mbjell si kulturë të sahabët e tij që kujtoni që një kohë. Veç këto pak para një 10 viteve pas mëjt, imagjino veç alat kishte jetu çashtu. Imagjino veç alat kishte jetu. Ama mjafton kjo veç me kujtu ç'e kon? Jo, duhet me kujtu edhe ç'është ky mujt më kon me bëj pas vdek çashtu. Ç'është ky mujt me përfundu me bëj pas vdek çashtu. Domethënë me pas vdek pa namaz potencialisht më kon banori për gjithmonë i xhenemit. Me pas vdek pa farzat e mëdha potencialisht me u djeg fort edhe gat domethënë në xhenem. Me pas vdek pa tauhid, domethënë kandidat i pashmangshëm i përjetësisë në zjarmin e xhenemit. Veç çdo mi kujtu, edhe domethënë çysh që ta të përvuajtënit pa udhëzim, që ta janë ata arsyeja që tu ka bë sfiduese me mojt fejen. Që ta njerëz domethënë po ta sfidojnë domethënë mbajtjen e fesë apo praktikimin e saj dhe jetësimin e fesë Allah subhanahu wa taala, ndaj konsideroj që kjo është pjesa që e thjeshta. E dyta që duhet të pas në konsideron vëllezër, është një farë keq kuptimi, shumë i përhapur në kohën bashkore në mesin e tullzumëve, mendojnë që kuptimi i sakt është kulmi. Mendojnë që kuptimi i sakt është kulmi. Ndërka që kuptimi i sakt është fillimi, nuk është kulmi. Mon kjo atë ndërës, e ki kuptu një temë. Edhe ti lumturohesh që e kuptova, lumturohesh që je ndërtu, lumturohesh që me farfor me zemra jote po përputhet me ato shpjegime. Ky nuk është kulmi. Ky është fillimi. Fillimi i cili duhet më vërtetu pastaj me praktik. Ky është fillimi i cili e lyf një farë për një mendësie, mu pa kjo që e ki për një me ose nuk e ki për një me. Për arsye ndoshta fakti që na ballafuqohemi me tjerë që kanë dyshime, me tjerë cilët janë të lëkundshëm, me tjerë që bëjnë shumë debat për fe, na që dorëzohemi si shpejt para fejes, na jena tullzumt. Jo, na jena veç ata që kena gjetë mirë kuptim me fejen. Jena veç ata që kena gjetë mirë kuptim me diskursin fetar, por realisht na jena të mirë, të tullzuarit, të për një mend, kur që këtë kuptimin e sakt, pastaj e kthehemi në një fetari e cila domethënë praktikohet. Keni vëmendje në vëllezër. Praktikimi i fejes është shumë i sfidueshëm. Edhe s'mundet më kanë ndryshe vetë se çashtu do të më kanë, se s'mundet më kanë një diçka më shpërblim me xhenet, e ngjarje, fitimi i xhenetit më kanë çat ngjarje thjesht. Mirë po, qatë sa sprovohet edhe sfidohet praktika, po aq sfidohet edhe sprovohet bindje. Për arsye, unë inshallah e kam me trajtu domethënë në pjesën e sfidimit të praktikës, se si sfidohet praktikimi i islamit, mirë për realisht duhet me bëni një hyrje të pashmangshme metodologjike që ka të bëjë me sprovimin e bindjes. Me thonë, ti e ki shumë sfid namazin të puna, jo, pas me pas sfid namazin të puna, i ki sfid bindjet e tua në Allahun. Se përdesa domethënë alo e ki të lëkundshme kush të furnizon. Alo e ki të lëkundshme domethënë që para se më kriju ti është caktu kaderi i rrezikut yt kështu më radh. Po këtë tema të mëdha të ekzistencës tonë janë përcaktu. Ti çdo e ki dallashin, nuk e ki të mesela e dytë. Mesela e dytë është e vonshme. Po e vërtet domethënë, edhe kjo pastaj lidhet me bindjen, se kur ta kish për shembull, a keni një dikush i cili për shembull e ka përmendur më shumë sa njëra, keni një dikush për shembull si shpesh gjatë ditëve të Ramazanit menohet, a menu sot apo mos menu sot. S'ndodh kjo vëllai, ki prej me bindje këtë punin, no edhe kry. Po çashtu shiki, prej do të prej që e fal namazin në vakt. Ke spat mzë trafiku, mzë trafiku ti e ki kthymo këtë meselën në bindje. Pse të kjo alo qel. A imagjino cila është në fe më e madhe për mos me merr qel. Realisht këtë janë të tilla, po cila është më e madhe? Më e madhe është me fal namazin kohë. Më e madhe është me fal namazin kohë se sa me sot aty shoh janë rrethonat e favorshme me ninu. A nuk janë të favorshme domethënë me ninu. Ndaj duhet të pas mësoj që me kalu testin e bindjes, është më e rëndësishme se sa me kalu testin e praktikës. Me kalu testin e bindjes, ai ose më mirë thon, ai që ka përcen, ai që sfidohet e bindja dhe del suksesshëm. Ai është më i prirë për me dalë inshallah me lenin Allah subhanahu wa taala suksesshëm edhe, domethënë te testi i praktikës, thot Allah subhanahu, hasiba an-nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. A kanë mënuar njerëzit që më thonë na besojmë, domethënë te deklarata, te kuptimi atë deklarata më kanë sakt, a mënuar njerëzit miliona, ata më thonë besojmë në Allahun edhe mos më vënë në sprovë. Në çket mos më vënë në sprovë. Zakonisht e mendojmë sprovat që kanë të bëjnë me shëndetin, sprovat që kanë të bëjnë me mirëqenien e kështu me radhë. Sprova e parë ty që mund të metar për çdo temë është sprova e bindjes.
sprova e bindjes, a je i zmbrapshëm apo ja ke mësuar me shkut Allahu dhe domethënë nuk ka më kthem mbrapa me lenin Allah subhana, madje thot Allah subhana liyaj'al ma yulqi ash-shaytanu fitnatan lil ladina fi qulubihim marad wal qasiyati qulubuhum. Thot Allah subhana kur vijnë do cytje. Është një farë interpretimi me ajet kuranor, nuk po duam aty. Domthon shejtani e lëshon një farë llafi, e lëshon një farë cytje. Thotë dhe kët Allahu e le me ndodh çka cytja, çka ndërhyrja cytës së shejtanit, thotë e le Allahu për t'i vënë në sprov njerëz të smut në zemër dhe njerëz të vrarësh. Domthon prap po kthehet baza e sprovimit tek zemra, tek bindja. Domthon ti në praktik je perfekt. Ti ndoshta ndukje jo vetëm mirë, po edhe shembulltyr ndoshta për të tjerët. Amo kjo nuk mjafton. Ka marrë një cytje, ka marrë një moment, ka marrë një diçka që ka mu të vënë zemrën sprov, por me pa domethënë sa e ki për një dhe sa nuk e ki për një për Allahun subhanahu wa taala. Këtu kisha pas dëshirë me analizuar diçka. Ka shumë vllaznic që e përmendin si shpesh numrin e madh të ligjëratave që kanë dëgjuar dhe frikshmërinë e vogël të atyre mësimeve. Domethënë, me bë me këshyr me derse, do kish shtynë edhe me dikën për evliave. Domethënë ka 2-3 derse në javë në YouTube, ka 2-3 derse ndoshta në xhamia, dhe ndoshta është trend që e madh 5 vite, 10, 15 tek shumë radhë, ndërkaq kur ta shifsh në frikshmëri, domethënë sikur se mos më pas ngu. Thot Allah subhanahu, thot hadha basairu lin-nasi wa hudan wa rahmatun liqaumin yuqinun. Thot keq këto shpjegime Allahu që pikazon Kur'an. Keq këto mësime janë udhëzim dhe rahmet për njerëz të bindur. Që i bie frikshmëria e mësimeve që i merr, frikshmëria e derseve, shumë është e vartë sa je i bindur. Sa e të ardhë veç të kupton për sevape. Sa e të ardhën veç për, domethënë thjesht me ja bën një temë të kryer, e kryet me një temë. E kryet edhe një seri, e kryet edhe një varë mësimesh, ose edhe një orar respektova derse. Jo, domethënë ti do shmar me bindje që këto janë derse që ty ka mu të ndryshuar jeta. Apo nëse për shembull njëri vjen me idenë që fitoj sevape edhe përfitoj edhe kaloj mirë edhe alhamdulillah pak xhamie, pak vllaznie kështu më radh, ky nuk ka me çka të bindjen e cila domethënë ka më kon rahmet edhe udhëzim domethënë për të. Ndaj do të më pas konsiderat që nuk mundesh me ardh te fetaria stabile, shembullore, vërtet për një me, vetëse nëpërmjet bindjes. Vetëse nëpërmjet bindjes. Çka të fojmë masanena, domethënë, kur nuk kena me marr shembuj, për shembull kur jetë puna ç'më bëj çka situatë, kur jetë familja ka presion, jo, se realisht situatat mund të më kanë 10 mira. Ne i qes mirëna, i qes mi rregullat, i qes mi principet. Në bazë të principeve me lën Allahu ti, domthon drejtohesh mirë për ta në jetën e Allah subhanahu wa taala e përmend se si mund të më kanë dikush shembull në fetari. Çish mund të më kanë dikush shembull në fetari. Thot Allah subhanahu wa ja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun. Thot ne kena bë disa njerëz shembull ata në fetari. Çi bëm u komo si man për më, ama dikur kur kanë bë sabër, edhe kur janë kon të bindur. Domthon si ta kesh bindjen e lëkundshme. Domthon mundesh me spekulon me gjën tonë, domthon madje edhe devimin, jo më që mundesh me mojt domthon gat. E as më tepër nëse nuk shkohet me bindje, shkohet te modeli më i keq i fetaris. Thot Allah subhanahu wa min an-nasi man ya'budu Allah ala harf. Janë të njerëz e adhurojnë Allahun në kushte, në kushtëzime. Kuptimin si ti që shtu në po vazhdoj, mos si mos që shtu, Allah zor më mojtën. Në qartë, ka njerëz e adhurojnë Allahun duke kushzu shive, ose duke kushzu qysh rrijone, po ti e rob, ti nuk i drejt me kushzu. Ti dush me kry punë edhe apet me lut pranoma, se ti e rob, ti domthon nuk i ku një far drejte, domthon ku një far lirie me besu se mundesh me bën domthon ti ç'sh dush. Po vetëm qysh, thot Allahu subhanahu wa taala. Atëherë cili është modeli i mirë, cila është forma më e mirë për me i tejkalu sfidat, domethënë në praktikimin e fesë. Sfidat në praktikimin. Nuk kena të folë për sfidat që vinë të gjunat, sa ajo është tema e hoxhës Ahad. Saktësisht shpesh kjo temë gatrohet. Për shembull, fol për sfidat, por nuk e ka të qartë demarkacionin e temës. Ai tu fol që shumë zërit jetë pas me gjunat, as shumë zërit e pas me farzët. Ai tu pas shumë vështirësi te përlymja, apo të ngritja dhe ndërtimi fetarisë tonë nëpërmjet adhurimit për Allahun subhanahu wa taala. Ndaj një rregull që më përmend fillimisht, që është rregull testues. Aq më shumë që e vlerëson udhëzimin, aq më shumë që e vlerëson jetësimin e fesë, aq më shumë që e vlerëson që këtë kontratën tonë me Allahun për me fitu xhenetin. Që kjo kontratë, domethënë feja është. Mos më ti është një përpjekje, një kontratë, mos më ti që ajo rezultati dhe fryti përfundimtar të xhenetit Allah subhanahu wa taala. Çaq më shumë që e vlerëson çka kontratë, çaq më shumë të munon frika e sfidimit. Çaq më shumë të munon frika
e sfidimit, si dhe aq sa e zhvletëson që këtë kontratë, aq sa e zhvletëson që këtë marrëveshje me Allahun, edhe që këtë fetari, edhe që këtë udhëzim, nuk e bën tragjike sfidën apo rënjen. Por me thjeshtu. Nuk është e njëjtë njëri i cili ka 2-3 fëmijë në shtëpi, edhe i ka me një qa, i ka me tanat mirat, kanë lindë në sajtë një kurore, edhe i ka rritë, i ka eduku. Ai non-stop ka frikë për këta fëmijë. A janë mirë, a kanë me vazhdu jetën mirë, që shkanë me shku tutje, në tarmën, apo gjithë shka. Nuk është i njëjtë ky me ose ky i njëjtë, nëse një periudhë ka pas xhahiletit, nëse një fëmijë ka të diskutueshëm që e ka bë pa një qa diku. Për ata nuk mërzitet shumë. A është qartë? Domethënë e ka një faniçaj, e ka marrë në sheft, ose ka pas një lidhje harame, ka marrë në sheft që ka pas një fëmijë. Domethënë kjo është praktika, domethënë ndodh muslimanët kanë si lloj fëmish, domethënë jashtëmartësor, edhe pse u bën krishter me nënat e tyre, ku diun çka, nuk ka që mërzitet shumë, ama për këta ai ka të shtëpis, për këta çmendet, për këta e lojnë mend. A është qartë? Realisht i njëjti gjak është. I njëjti gjak është. Veç kontrata këtu kon tjetër, ndjenja kon tjetër, përjetimi kon tjetër, lidhja kon tjetër. Edhe domthon me një farforme e ka një qëtër për jetë. Kështu që na në xhami ke dok më të udhëzum. Veç dikuna i dhimë të udhëzimit, sikur këtij isha i dhimë çdo 3 fëmijë që i ka rrit. Dikuna i dhimë të udhëzimit para afërsisht sikur sa i fëmia domthon që është bë pa një qa. Nuk drejtoft mirë, mos u drejtoft ç'nosh se domthon shoqër që i kanë këta qertë. Për arsye domthon çto është një fartesti shumë i rënd, shumë poshtrues i realitetit tonë. Që kjo që na temën e fetarisë e kena shumë të relaksume, edhe shumë shpesh e kena marrë disa shembuj, për shembull na e shohim me punën e fëmijëve, për shembull në raport me shkollën namazit, kurset namazit, notat namazit, ose do gjeste namazit. Këto janë më të mëdha se namazit. To këto janë më të mëdha se namazit sepse që tu e lidhemi me idare, me dynjë, me ardhmërie, me pavarësi, me stabilitet financiare, këtë këtë harromi se mohabeti jo xhenet xhenem. Këtë mohabeti është, domethënë, imagjino Allahu mos na sprov, veç 5 minuta me pa një fëmijë tonin tu dënu në varr. S'po thon në xhenem, veç në varr me pa. Domethënë, a kish pas më për neve shije kjo dynjë. Imagjino me pa ti fëmijën tënd tu dënu në varr për mëkate që e dini kanona për ditë ato që dënohet mirë për shkak. Na çatu gjinoj i bëjmë shpe. Na të relaksuar me çatu gjinoj. Pse? Sepse na më shumë të çyshëm i këtij i cili është shumë i relaksuar me këtë çka ka pa kuror, edhe domethënë shumë më sfiduese dhe më tragjik domethënë të ky i cili ka me kuror. Kështu që sfida e praktikimit Hoxha Xheladin mi kanonizue ose i keni po ndoshta edhe në titullin e gjatës që janë sfidat që janë në shoqëni, në punë edhe domethënë në familje. Tash me shku në shembuj, konsideroj që është e pamundur për shkakun se koha është shumë e ngushtë, ndaj konsideroj që ndoshta mund me shku në disa zgjidhje të përgjithshme. Disa zgjidhje të përgjithshme. I kam menuar një 9 zgjidhje që është mirë mi pas konsiderat, sa herë që po duket që s'm po e ma, apo? Është mirë me allaqat të shtunontat. Edhe pse konsideroj që të parat kryjn punë krejt, po nëse do s'po të mjaftojnë 5, 6 kam të mjaftuar 7, 8, nëse të bash 8-9 asnjëna domethënë nuk do të kryj punë, atëherë domethënë mbau marak se ka këtu diçka tjetër krahas domethënë kësaj. E para, realisht i kam menuar edhe kisha pas dëshirë ndërkohë që unë kam përmendur këtu zgjidhje të përgjithshme, minoni 2 situata të farzit. Farzi i namazit në kohë edhe farzi i hijabit për gratë. Për me mujtë me pas ma thjesht domethënë për kapje. Domethënë, e kena një vëllai i cili ka sfida, sidomos tash që është dita e ngushtë apo edhe puna, ku diun çka, edhe trafiku i madh tu dal prej autostradave kështu me radhë, për shembull Ikinia që është shpesh domethënë rrezik të shumë musliman. Domethënë, namazi farzi namazit ko, që është farzi i madh, tash apo sfidohesh a nuk po sfidohesh te puna, te familja, te shoqënia. Edhe domethënë hijabi i motrave që kanë obligim domethënë shamin. E para që duhet me pas konsiderat vllazni, për me te kalu sfidimin, është spikatja e domethënieve. Spikatja e domethënieve. Dush mi pas domethënie mi qitën në krye të fjalisë. Dush mi pas domethënie mi qitën në ballinë. Duhet mi pas domethënie që ti jeton me të. Apo, shembull me të vetë dikush, për shembull, që nuk i takon etnikumit tanë, edhe thot populli çka ka, për shembull, vlerë ti më thotë besën. Pse i thu më një herë besën? Pse s'menosh 2 herë, 3, 4, se çka spikat si shumë, kupton? Popull që ka besën, popull që ka besën. Atëra e ki një 4-5 fjali, çka i bën mu ko musliman? Ai ki një 4-5 domethënie, çka i bën mu ko musliman? Mund të smunës se zënat që sfidohesh, më le ta lëshën një ders tangoj. Po s'është e fetaria ashtu. Ti dush mi pasja 4-5 domethënie, sigurisht ata sahabët, kanë një herë janë treku me Resulullahin, 2, 3, 4, edhe me çatu kanë jetu.
Se i ka marrë atë dhe i ka ngolit mirë dikon. Të që unë besoj që na kina krizë, na shumë ngojmë, shumë lexojmë, i lëshojmë ndoshta dersat edhe shtu të ngur buke, tu flete, ku ju shka, mirë po s'kena domethënie të spikatura, domethënie të rrënjosura, disa domethënie ato do të më kanë pa lëkundshme. Ndaj Allah subhanahu wa taala përmend thotë innal ladhina taqaw idha massahum ta'ifun min ash-shaytani tadhakkaru fa idha hum mubsirun. Do të ata të cilët janë devotshëm, me bë më armi prek shejtani, se këta nuk janë njerëz të paprekshëm, apo? Do të me bë mi prek shejtani, këta si shpejt kujtohen. Si shpejt kujtojnë edhe u qelën syt. Shka kujtojnë këta? Kujtojnë Allahun. Patjetër, po i kujtojnë do me thonë, i kanë këta do mana, i kanë do me thënje shumë shpejt kthehen të to. Për shembull, për me thjeshtu, një njeri i cili e çmon shumë familjen, e shëntron familjen, e shëntron dashmërinë e familjes, nuk ka që si vjen asnjëherë në ofertë haramit. Po me bëm ju afru një ofertë haramit, i dalin fëmijët përpara, i del familja përpara, e menon që shkatërrohet familja, apo edhe automatikisht i hapën syt. Allah subhanahu wa taala përmend që këta që janë devotshëm, më bëmi prek shejtani, këta si shpejt kujtojnë diçka, edhe domethënë pastaj kthehen edhe këndjellën. Cilat do të më kujtu? E para që do të më kujtu vllazni është ubudia jon. Më kujtu që ne na robër. Domethënë të vend ty a më fal tash vakta mos më fal, ti veç i thu vetes kush jam unë më vet për këtë punë, jam rob. Unë jam rob. Fastaqim kama umirt. Në rrin nu dhe qyrnu. Në rrin që aty ku të është dhënë urdhë, do mos lëviz prej pikës ku të ka thënë Allahu subhanahu wa taala. Domethënë, kjo neve që neve na do këtë vetja shumë devotshëm se krahasumi vetëm me mëkatar të kështu me radhë, kjo do të bëjë se na shpesh e harromi temën e ubudijës. Për shembull, ty atë intereson dikush a shkon punë 9, 10, 11, a është përfill punë atë. Ti mos pranon ti je punëtor, në te do të më kanë edhe ti s'menon për tjetrin. Po çështu do të më minuti edhe për kontratën tonë me Allahun. Kontrata jote me Allahun është kontratë robërie, ti je rob edhe si tjetër. Në moment që harron që këtë fakt, domethënë ti të bëhet rob me mojt fe. Në moment që menon që këtë fakt, domethënë shumë zor me u sfidu, domethënë me sfidat që i kitë fetaris, kjo është e para, ubudia. Jena të spikatja, domethënieve. Me spikat, me ngulit mirë, dikun llok, dash shkruajnë zemër kudo koft. Shkruaj tema që mu do të më kthyj si shpesh njëtë është ubudia, unë jam rob, unë jam sklav, unë jam i palir, unë nuk kam liri me zgjedh. Që që veç i kyj që shka thonaj. Ai ka thonë mi falë në vakt, në vakt i fali. E dyta që është shumë rëndësishme mos me nxjerr kurpi mendjes, është domethënë llogaridhënia. Është llogaridhënia. Njerëzit që harrojnë që ka llogari, njerëz që harrojnë që ka ditë gjykimi. Shumë relaksohen në shpërfilljen e fazave. Shumë letaj, domethënë, me informuar me sikur e le këtë varpunë, domethënë koxha thjesht. Pra që shonim Buhari Muslimi pe Adibin Hatim pe Ahmed sallallahu alaihi wasallam ka thonë, nuk ka njeri vetë Allah ka më fol direkt edhe me stidh Allah s'ka përkthyes. Me stidh Allah nuk ka përkthyes, thot shikon thot në anën e djathtë të tij nuk gjen vetë se çka ka punu. Kështu në anën e majt thot nuk ka vetë se domethënë atë çka ka punu, wa yanzuru bayna yadayhi fala yara illa an-nar tilqa wajhi. Thot kështu djathtë punë të veta, kështu të majt punë të veta, edhe kështu përpara është zjarmin e xhenemit. Domethënë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam kur thotë kështu djathtë punë të tua, të majt punë të tua përpara xhenemit, o do të më kallëzu se ti një jetë përpara, sa herë që do me bë diçka, veç menoj që kjo më çon xhenem apo nuk më çon xhenem. Domethënë, që tash për shembull, hajse i baj vaktet këtë mas punës, apo? Domethënë, mas a menove që këtë, po, e tash menoj xhenemin përpara. A është qartë, menoj xhenemin përpara dhe kështu ti ja kemi marrë çka shpletësisht, domethënë që këtë vendim. Domethënë, e para është ubudia ti e rob. E dyta, ti jo që e rob, ti ke më dhënë llogari. Ti kemi dhënë llogari, jo ki mund shpërbly, se ka dallim këtë me kuptu. Se shpesh ne na të minun veç, a kena me te Ubekri, te Omeri, te Tabenët, se domthon na gjatë këtë fetarin, këtë vënë, këto rrethana, domthon na të garantuam për xhenet. Jo. Domthon pejgamberi sa i thot, a dikun i thot çështu, runu pizjarën xhenet, fattakunara wala bi shiqqi tamra, funi hadith thosh. Runu pizjarën ta me gjysmëri, i thot burra më të mirë, sa hovet e kanë përpara, si munafikat. A është qartë? Që ty në i thotë, o burra, domethënë, e dita e gjykimit është e rënë, ka anë e djallë, ka anë e majtë, përpara e kizionin e xhenemit, kështu që para se mu menu çapo do me bë, menoje domethënë llogarien e tani si ta ka përcejsh, tani menoje se ki mu shpërblim inshallah me lenin Allahu subhanahu wa taala. Thot Allah azza wa jall, yawma tajidu kullu nafsin ma amilat min khairin muhdara wa ma amilat min su'in tawaddu law anna bainaha wa bainahu amadan ba'ida. Thot atë ditë secili ka me gjetën çka ka punu. Pi punët mira, këtë kam i pas përpara, edhe shka ka punu të këshia, ama kur fol për të këshia, thot veç kur t'i shove të këshia, thot më konta kisha pas një distancë të madhe me qëto. Ato janë punët e tua. Ato janë punët e tua. Do më thonë, tash tu ka mush me nga, a shkojmë punë, a shkojmë fësham fillimisht të shpije, pastaj t'i njëzë vaktët.
Veç që tamam, që ketë vepër kur ta shon ditën e gjykimit, që e kom lënë një farz. A kom qef me pas ngrat që ketë vepër? A emeden beide, së më lartë i shkon që kjo. Në vend marrëm në ditën e gjykimit më konë që kjo që më shfaqe që ti një ditë, domethënë, thjesht për me mrima shpejt, ose thjesht se kemi na gjuat edhe këtë, domethënë ty të ka ikë domethënë namazin. E treta që është e rëndësishme të domethënie që duhet të spikat është përjetësia e ahiretit. Domethënë edhe jetëgjatësia e ahiretit. Domethënë vesh kur e menon që këtë fakt. Domethënë për një moment caktuar, për shembull, fjala bie që pëlomi vesh shembullin e namazit, por kthehemi atë shembull i hijabit. Domethënë mundet një motë muslimane për shembull pas fidim, jo familja, jo rrethi, jo karriera, jo puna, jo kjo, këtu çka. Domethënë që karriera jote sa kam qenë 10, 15, 20 vjet. Sa është ajo vesh me një gjys ditë mund gjek xhenem. Sa është ajo, ban me ditë. Domethënë imagjino domethënë mu djeg vesh një gjys ditë në xhenem. Vesh një gjys ditë, ajo shumë është e madhe. Ajo nuk janë ditët e kësaj dhunja, janë ditët e ahiretit, janë shumë gjatë, janë me mira vite, janë me qindra vite. Domethënë, që kjo me po mendon ditën e gjykimit. Për këtë arsye që njëri mundet më kanë sfida, a me bë çka të vepra mos me bë, a me lënë çka të farzë mos me lënë, vetë që menon. Që kjo 10 minuta, në ahiret mundet më kanë 10.000 vjet. 10 minuta me 10 vjet, a ka logjik? Që kjo është domethënia e tretë, domethënia e katërt është për brik kësaj, është domethënë kalimtarja e gjendjes edhe dynjës. Domethënë çat gjendje që ato të duk shumë sfiduese, ajo është shumë kalimtare. Ajo është këtë për shembull, po kam ngushtu ku bëdi ai punëdhënësi jam çka më thonë, mos po më thotë çu. Po por edhe ajo që ti ke ngushtuar 5 minuta. Ajo që ke mund sikletu ose për shembull në raportet familjare që kanë me thonë diçka, mas prompt është një 5 minuta 10. Hajde një 3 ditë kam të apo mohabetin. 3 ditë janë, pse shumë gjendje e kalueshme është. Po vetë dynjaja në cilën ti është shumë gjendje e kalueshme. Vetë dynjaja në cilën ti është kalimtare. Qysh mundesh domethënë me shtim në llogari, në diçka që të kushton me ahiret gat, domethënë me diçka që është domethënë shumë e shkurt. Kështu që e para çysh i sfidon sfidat ose çysh i përballon sfidat e jetësimit fetarisë, në familjen, në shoqërinë, në punë, që kanë bërë me farzët e Allahut. E para është spikatja e domethënia. Çto katër më vonë pas në vazhdimsi, domethënë ubudia, llogaridhënia, jeta e ahiretit është e gat, jeta e dunjos është e shkurt. Më vonë çto si shpesh më kuptu vetës, me lën Allahut kemi pas shumë malet me të kalu. E dyta ose forma ose metoda e dytë me të kalu malet sfidën e jetësimit të fetarisë është habitati i domethënieve. Habitati i domethënieve. Domethënë, çato domethënie të mira ti isha po thuj ki, e kanë një far habitati, e kanë një far veni, e kanë një far territori që ty pari sillën. A është mos lyp që të domethënie me një vend haramit. Mos i lyp që të domethënie që kanë mund të sforcu ty me një vend të mëkatimit, me një vend të rebelimit. Domethënë, habitati i qytetit domethënieve është domethënë shoqënia, janë vllaznik, janë familja udhëzume, është namazi me xhamat, është rrethi, xhamia, po, që pse do të mos gjind? Se çaj momenti që ty të sfidohet fetaria, nuk është moment që ti mundesh me menaxhu ndoshta me 5 minuta. U dosh më herët me investu. Domthon ardha e rregull në xhami, ardha e rregull në përdersë, kështu më radh, domthon edhe qëndrimi shumë komod për mena fetarëve, domthon ty ta lehtëson miru i çdo domethënë. Për arsye, për shembull, një motër e cila me hijab, po kthejmë të shembull hijabit. Edhe rri kryesisht me gratë të pambuluara. Asaj domthoni i vështirësohet kjo. Pse i vështirësohet? Se modestia e kësaj motre te këto llogaritë që kjo u plak para vakti. A është qartë? Modestia e kësaj nuk kupton që kjo nuk është e majshme, kjo nuk ka ambicje në jetë me rujt vete në ku di shka. Ndërkaq me bë me nejt në habitatin e vet, me nejt me motra muslimane, kjo është e devotshmja, kjo është shembulltyrja, kjo është ajo që e kena lakmi për memorën e kështu me radhë. Për arsye domthon njeriu duhet kur i spikat disa domethënie, ti merr edhe i ngre nalt domethënie, pastaj është mirë me kriju rrethin e mirë njerëzor çatë domethënie. E jo me domethënie të mira me nejt në ambientet këshia, zor me mbjetu, ose zor me nejt gat. Ato eventualisht nëse një të kiksi habitatet këshia, ato të më konë kalimtare, ato të me punu sa ma shpejt me dalë të habitati i mirë. Domethënë, nuk mund është domethënë në senet e çmuara, senet e mira, senet e vlefshme, me i qumë me një rrethana dhe me një ambient të pist, me një ambient ketë, se ja hub vlerën edhe këtyne. Edhe këtyne do të thotë janë shumë të çmueshme, realisht ja u vlerën sepse nuk e ka i venin, domethënë çaty. E para spikate domethënë, e dyta është habitati, domethënë qoftë nëse ta ka mësuar Allahu me pas hazër, qoftë nëse duhesh domethënë ti me e kriju me lenë Allahu subhanahu wa taala. E treta që është shumë që ndihmon me sfidu, me i tejkalu sfidat e fetarisë dhe të jetësimit të saj, është referenca domethënë.
Domethënë ti çdo domethënie qysh në kryen vetë ti ndërtua apo i ki një farë referimit. Kthehesh diku ku ti i merr çdo domethënie, ku ti i ushqen, i ndërton, i argumenton ato, i përpunon ato, i redakton ato që dush me redaktu. Ose ki një situatë të keq kuptimit, ku e kim atë i cili domethënë ti me të i te kalon këto keq kuptime. Për arsye, një pikë krizave që e përmendëm sot në seminar mëngjes, domethënë një pikë krizave të federalizmit bashkëkohor është mungesa e mentorimit. Domethënë shumica të udhëzohen edhe i kanë 200 burime të udhëzimit dhe mendon që kjo është mirë, kjo nuk është mirë. Sepse është pa çdam sikur ti kishe pasur 3-4 mjek ama. Pa që damshme sikur ti kishe pasur 3-4 mjeshtër për diçka që ty duhet në shtëpi. Domethënë për një punë, madje edhe për senin më të vogël ndoshta edhe për pamjen tënde, për dukjen tënde, e ki vetëm një i cili kujdeset. Derisa ta gjesh dytin, tretin, apo jo një të njëjtën kumi pas 5-6. Sepse domethënë ti nuk ke më identitet. Ti nuk e ke më një përcaktim, ti nuk e ke më një ngjyrë, ti nuk e ke më një frym. Ti kanë shtit dur kush ka mujt. Edhe rrëdhëmisht domethënë nuk ka mujt me ndërtu mirë. Për arsye e treta që është shumë themelore me te i kalu sfidën, është domethënë referenca e domethënie tua. Për shembull, me madhnu namazin. Ti dush mi pas një hoxhë, një burim dijes që ty non stop ta ushqen kët. Sigur se me madhnu një motë muslimane hijabin, do të me pas dikun ku e sforcon këtë si, domethënë si temë, ose nëse për shembull del një fetva, nuk është problem që ky lloj hijabi, edhe pse kërkon s'është me rregullat e fesë, apo? Edhe po kish dal dikush kish fol. Jo, tash nuk mundet ti ja i ki referencë të duhurit, ja i ki lënë qel, domethënë kush vën me ta ndreq ty makinën tënde. A është qartë, domethënë shumë thjesht kjo punë, dush me pas referenca të domethënë sepse kur përzihen referencat përzihet brumi dhe rrëdhëmisht përzihet edhe del tjetër produkt. Nuk mund të ndal produkt ku kanë punuar domethënë kushmosi, dikush e ka bë kushtimisht thon më të njelm, dikush e ka bë më të amël, dikush e ka bë domethënë me një sasi më të madhe, dikush me një sasi domethënë tjetër. E katërta është rifreskimi edhe ujitja domethënieve. E bukur që i ki spikat disa domethënie. E bukur që asaj që e ki kriju një habitat të tyre domethënieve. E bukur që edhe i ki do referenca. Ama ato vllazni plakun. Na kena vllazni për shembull që i kanë ndërtu fort do tema para 5 vite edhe 10-15. Ama domethënë fatala alehimul amad, sikur që ka thënë Allah për Ben Israelit, u bë gat pikur i ka marrë ato domethënie. Dosh me investu, dosh me vadit ato, dosh me ujit. Për shembull, na falmë që 20 vite. Alhamdulillah që falmë që 20 vite, po ti prap dush me ngu për vlerën e namazit, ti prap dush me ngu për vlerën e kësaj dhe asaj. Pse? Se dush me i rifresku ato domethënie. Kur arsye shumë njerëz tu menu që i kanë tema të kryme e habitën me vetveten kur e gjën që ato tema janë plak. Ose janë kalb, ose janë myk. Tamam, atëra është rrezik, po është rrezik se me bë marr në histori e madhe që ato ta urzon. Që ato ta urzon, domethënë ti dush me kthy në forcën e parë, jo me lënë në momentin e fundit, sepse domethënë ti njeri shumë normal është domethënë mu habit, mu joshpi domethënë shumë gjanave ose mu mahnit pi gjanave të tjera kështu më radh. Edhe dhe një moment që ato domethënie tua, domethënë dobësohen edhe nuk e kanë çat jetë gjatësi, ndaj është rëndësishme të minimizoj rolin e xhamis edhe të dersave. Domethënë ulemat e Nejdit për shembull i kanë kushtuar shumë rëndësi librit të tauhidit, pikërisht nga ky kënd. Jo nga këndi se ata janë konën rrezik çdo i dyti me shku me adhuru idhujt ose me shku me adhuru mauzolet edhe tyrbet. Po ideja o konë se çfarë shirku edhe kufri u konë ai vend një periudhë të gjatë, edhe pastaj ka ndodhur Allah, ka dashur Allah shtri për tri tauhidi edhe daveti i tauhidit, pastaj kanë pasur që kjo do të muroj tash. Për arsye ndodhe gjën një dietar ka shpjeguar 80 herë kitabu tauhidin, dikush e ka shpjeguar 200 herë, dikush e ka shpjeguar 300. Pse ata s'monin vesh 300 herë shpjeguar. Po dash sepse e ki ngu një herë vet, tash vjen ngon me fëmijët e tu. Një herë ki ngu vetë edhe me fëmijët, po të nesër vjen edhe me do të afërm to. Domthon vazhdimisht i maf të freskët ato tema, jo milon mu plak, jo milon mu vjetru, se vjetrimi sado që ti i ki të sakta, nuk i ki të freskëta. Edhe kur i ki të freskët atu nuk shkëlqejnë, domthon edhe kur ja kallzon dikujt çat temë, e ki zor, për shembull, e ki ti temën te kitabu tauhidi, për shembull, kur vjen ai dhe i thot pejgamberit sallallahu alajhi wasallam një farfjali dhe Rasulullah çat shumë i dhënohet. Thot transmetimi thot e pam që u skuq që u jënua, thot amrullahi a'dham min dhalik, thot atë se puna Allahut është më e madhe se ti më shpreh kështu. Atë se çështja e Allahut është më e madhe se më shpreh kështu. Ti çat shpreh kur se ke përdor. Po të garantoj, këtë që ti ka pyetur kur një se ke përdor ç't fjali, se ekziston ajo fjali mos sot. A moneve na duhet që hadith me kuptuar që kanë erdhur do farfjalia që i përdorum me vesh me ne, di për kanë të fol. Atë mos e mohabet për Zotin, nuk mohabet, nuk do si do kjo mohabet. Edhe tash ti në shembull nëse e keni në 2020 që këtë hadith,
edhe çet kapitull, ka bë dobi vakinja 2-3 javë ka marrë. Ti temën e ke ndërtu, pa e nuk mundet me nejtë e freskët. Kur tani ish prapë 2025 në ty të ban dobi inshallah. Kur tani në 2030 në sërish domethënë të ban dobi, e që kjo ndërvlezë këtu ka është edhe një vërejtje që ka të bëjë me familjet. Shpesh na menojmë që temat që kena kuptuar në mirë janë tema të kuptuara mirë për familjes tonë. Nuk është e vërtetë. Domethënë ti e ke kuptuar perfekt, të lumt, familja jote kurkun s'është. Ti e ke ngu qatë temë 200 herë, familja jote se ngu asnjëherë, nuk mundet los, ata ajo nuk është transferim fajlash veç si të kanë print ose veç si të kanë domethënë bashkëshort ata më morë pite. Qysh e ki morë ti çatu tema, i ki vadit, i ki investu për to çashtu do të investu ata. Por asnjë ata që na tu kriju familje bipolare. Familje me dy karaktere. Baba ka një karakter, nana ka një karakter. Fëmijët e kanë një koncentrim, tjerët e kanë një koncentrim tjetër. Pse u ndodh kjo? Se nuk janë të njëjtat domethënie spikatona, nuk janë i njëjti habitat, nuk janë të njëjtat referenca, edhe rrjedhëmisht nuk janë duke u rifresku domthon temat për mëna domthon familjes muslimane, rrjedhëmisht vend domthon një gjenerat që e shën ndoshta nanën në kulmin e takvallëkit, babën tu kulmin e takvallëkit, ndoshta djali vend habit me xehel, s'po them me praktikim. Se me kjo me praktikim as mund të ndort Allahu, s'do me Jezus si ka çel Allah zemrën se ka çel. A mos mi dit? Mos mi dit për shembull, a ka shpjegim për shembull marrni fëmijë muslimanëve tullzum në klasë 4, 5, 6 me mësua felekin nasin në mekteb ose në xhami. Kjo s'ka kuptim vëllazni. Ti çish dush domethënë zbute, kjo s'mundet më zbut. Aty vetë u kon një gaflet i madh që ka ardhin ndër çaty. Pse na këtë jena tullzum, kjo s'ka ka shkon, jo ka shkon. Se sot domethënë ai rrit 200 herë më shumë me këtë botën sa me ty. Edhe rrjedhëmisht domethënë mundësia për mu fetarizu edhe me shku në vlerat në përcaktime të tjera është domethënë absolutisht një 10 herë më e madhe sa kohën ti domethënë shkoku i këtij vërshimit të madh domethënë që është sot prej jetës virtuale. E pesta, çysh e ti kalon sfidat e jetësimit të fetarisë është nëpërmjet ibadetit të shtuar. Ibadeti i shtuar, apo do të mos me pas krizat e farzët, dosh me shtu ibadet dikon tjetër. Më thonë, me e lanë ti farzin, edhe me lanë temat të mëdha të fesë, veç çaty, te kufini, do të thonë ato kanë më të lëkund. Ndërkohë që nëse e krijon një gardh, e krijon edhe një ngrehin, ngrehesh pak më lart, mazore kanë me mbrishje gjetë të armikut për me të goditën. Do të thonë ti je shumë cekët, tu shumë lehtë me të kap. Këtu shumë lehtë me të kap. Do të ngrej pak më lart dikun ku zor me të kap këto do të thonë sulmet që janë do të thonë poshtë. Allah subhanahu wa taala e përmend surën Insan. Kur i tregon pejgamberi sallallahu alajhi wasallam se ta kanë zbrit Kur'anin, kemë bë sabër për atë çka kanë atar me kanë të godit, edhe mos ju bend, edhe mos shko ka fjalë të pabesimtarëve, domthon këtë ka thonë do sfida, apo sfida që Kur'ani është sfidë e madhe, me tu me Kur'an kush punë e vogël, pastaj sfidë që kanë më të kundërshtuar pabesimtarët, pastaj sfidë që kanë më të ardhur sprova kështu në radhë, pas këtë në sfidave, Allahu te barekuhu te ala thotë: "Wa dhkur isma rabbika bukratan wa asila." Ban shumë dhikr. Ban shumë dhikr. I thot Resulullah ban dhikr mëngjes në mbrëmje se çështu kimë përballu. Kjo s'përballohet ndryshe, kjo përballohet me ibadet. Kjo përballohet me ibadet, thot Allah azza wa jall: "Wa min al-layli fasjud lahu wasabbihu laylan tawila." Kur vjen nata ban shumë domthon nafile të natës, realisht nafila e natës është sunet, nuk është domthon vajib. Mirë, pse Allah subhanahu wa taala e ngre këtë metodologji, e ngre që në dhikra namazit natës ty ta jep një farë force për më me u ballafaxhu. Për arsye, shpesh njerëzit kur i kanë bot kuptimet e sakta, po pastaj devijojnë ose nuk arrin me i majt mirë, i bie që fetaria e tyre është e pamjaftueshme, pa një dozë të shtuar të ibadetit që e bëjnë për Allahun subhanahu wa taala. E gjashta është kultura e vet llogaritjes. Kultura e vet llogaritjes. Kjo nuk është sigurisht se te domethënia që e përmendëm, që do të më menu që ka llogari. Me menu që ka llogari dhënien ditën e gjykimit. Jo, kjo domethënë për më shumë me nejtë në vi. Për më mos sfidat mos me tërzu, dosh me zhvillu kulturën e vet llogaritjes. Në vazhdimsi ti me menu që ka ditë gjykimi. Në vazhdimsi me këshyrën çish kesh sot, ku kesh, çka bën ibadet sot. Jo llogaria për shembull mu thirr në veprat e para 7 vjetëve. Allah i pranov të shtatit ti sodi do të më bë marak. Domthon sodën e llogarit, javën e llogarit, muajin e llogarit. Nëse ngresi kulturë, kjo ka më të ndihmuar shumë. Pse? Se kjo nuk e lë mu bë shumë plohën. Do të thonë, nëse ka nis me të lëviz prej të fillimi i kohës, namazi, autoes, kadar, ka gjas me shku te funi. Nëse ti e ki kulturën e vet llogaritjes, një 2 ditë kimi thon vetë se kadar se kogjasi shumë u shkoi namazi këtona. Apo se ki kulturën e vet llogaritjes. Ai që nuk e ka kulturën e vet llogaritjes, ai çish do koftë mirë. Sa nuk e se shkon vet llogaritja. Vet llogaritja është kur ti e di ç'i bë mu kon e çish do të mu kon.
Domethënë vetë llogaritja, për shembull, ç'është vetë llogariti vetën në aspektin financiar. Se ti e di sa e ki kontratën e fitimit, apo sa e ki harxhimet, sa e ki daljet, edhe sa i synon kursimet. Përderisa ti e di sa fiton, sa harxhon, sa do të më kursy, ti e di pra ç'është më mor vetën llogarit. Ai i cili mungon kultura vetë llogaritjes, ai nuk e di shibe farzët ku janë keq, ku janë mirë dhe ku janë domethënë në rrezik. Për arsye domethënë duhet më kthy këtë jo thjesht në një domethënie, po në një kulturë. Kjo më shumë sa thjesht domethënie. Me kthy në kulturë, ajo është më e bukur, më e mirë, është me kthy në kulturë ditore. E kjo ka qenë domethënë praktika më e shpeshtë e selefit me kthy, domethënë me pas një moment të ditës ku ti nalesh edhe 5 sekonda 10 e shet domethënë sot këtë ditë e dështuar. Allah më fal, nesër inshallah më i mirë. Domethënë me nejt me çiket vetdije, me len Allah të koxha shumë pse se në këtë formë ti vetë se krijon një rrugtim pak më të shnosh që mos me të mujtën domethënë sfidat, sepse nëse ti dorëzohesh para një sfide ti e di se kimi apo vetës bëhet pak më vonë. Se kimi marrë në vetëllim. Ama nëse e ke bërë rrafsh, domethënë be dhe nuk e çorton vetveten, domethënë ka më qenë shumë lehtë. E shtata është kultura e virdit. Kultura e virdit. Domethënë, për më konë më i fuqishëm, mu ballafaqu me sfidat, ti dush me pas jo thjesht vird, po duhet me pas atë kulturë të virdit. Shkon virdi është kur ti e bën një program të ibadetit. Mos sa baj çka zikr, ndrek, baj lezoj çka Kur'an, turo me fletë, baj çka. Kjo është virdi, kultura që ti e bën në përditshmëri me realizu. Pse virdit nimon me ti kalu sfidat e farzët, se kultura e virdit ty disiplinon. Edhe fetaria me disiplinë është këtë tjetër. A njerëzit që thojnë, hamdla, bona se vap mirë, zbona, shnosh, ky s'ka kulturë. Ky s'ka kulturë, dhe ky ka dalë, domethënë nuk ka dhimbta për humbjet. Se ky nuk ka kohë të fitimit ditor. Ky nuk e di ç'i bën me fitu në përditshmëri. Për shembull, e dëgjova si fjali për shembull në një vend ku kultura imperialiste e ka bot veten, aty për shembull thuhet një ditë pa punë është një javë mbrapa. Një javë pa punë është një javë mbrapa. Domthon ata e kanë pa për praktikës. Një ditë s'punove, një javë shkon te mas. Tamam? A ki që si kulturë në raport me ibadetin. Domthon një ditë më hik dhikri, një ditë më hik çikjo, një ditë më hik çikjo, një ditë unë shkoj një javë te mas. Krahasim domthon kultura e virdit e krijon një çështje të shkuaris përpara. Jo domthon të dekadencës. E sidomos kultura e virdit e prodhon kulturën e disiplinës së përditshme. Ne jena shumë të disiplinuar në Ramazan, apo nuk e kena disiplinë të përditshme. Domethënë duhet me punu me të kthy fetaria në disiplinë të përditshme. Kur të kthehen në disiplinë të përditshme, nëherë shijon, nëherë nuk e shijon, nëherë ki shumë motiv, nëherë ski, a motiv e kthim në përditshmëri. E kur e kthen në përditshmëri me një formë tim mo jen rën, edhe me len Allahu nuk tel, edhe para fundit, edhe kur falje për zgjatjen, e teta është distancimi nga modeli i keq. Distancimi nga modeli i keq. Domethënë ti keq këtë investim e bone, domethënjet, habitati, referencat, apo këtë i bone, mos mëronti, i ki ngull sy të një model i keq. Apo nuk ka keq atë shtu më konë fetar. Nuk jam për këta bashkëgjajla. Unë ti tash ai të dosh modelin që të garanton Firdausin, a modelin një kom në tonë, një ketona. Domethënë menoj vetën domethënë ditën e gjykimit. Nurën e siratit, një hap të para, dy të mas. Po na shta Allah këta pështojnë, po na shta Allah e boft me him me një në gjenet, po nuk ka puna jeme a i qysh hen, e jemi a unë qysh kom hin gjenet. Në thonë, ti dush mu distancu për modelit keq. Ose për shembull, në shumë vllazni shembull se familja muslimane e kanë kriju këtë kulturë me ngu krejt kush ka një paraqitje mediatike për shpjegjen e fesë. Kjo është çmenduri. Kjo nuk është thjesht fetarie dop, kjo është çmenduri, se nuk e bën njëri mëshëm këtë. Nuk mund ti ki spikat domethënie, ti ki kriju metodologji, ti ki akide, ti ki menhexh, ti ki domethënie, mos më të kush dalën ngoj. Po s'ka shanse. Se këtu i kinja 100 mësime që i ki morë me madhnu sunetin. A i ven me një farë interpretimi, domethënë çorëditën, këta ta relativizon këta çet për toke. Po ta ngoj edhe ky ç'shpjegon, nuk e ngoj vesh që tu ke çai bën këtu ti prish. Domethënë nëse kthemu te shembulli namazit dhe hijabit për shembull. Apo sa njeri sot domethënë thotë jo, elhamdullah puna është farz, kjo kur të kthehesh, domethënë elhamdullah që i ki fal kaza s'ka lidhje, apo domethënë ti keq këtë investim bën, mos mund ti ta prish një bidaxhi. Mos mund ti ta prish një domethënë një referencë gabume. Ose ti gjithat investim në domethënë devotshmërinë e hijabit, vendi kushtet jo, kjo është hijabi i Saharës. Kjo është i shkretirës, nuk ka nevojë bash çikaç.
Mjafton na kupton sa mu dok që muslimane dhe s'ka lidhje pse bëhet. Kjo nuk po duam i përmend shembujt që domthon realisht kanë hyrë te ata që i thonë vetes pasu sunetit. Domthon është një lloj hijabi i cili jo që s'ka të bëjë me sunet. Ai mi çu prej varrave, gjyshet e tona thotë jo që kjo veç shamis është. Veç hijab nuk është. E kush e prish kët? Ortodoksë, krishterë, katolikë. Jo bullë edhe, tek nuk kanë prish, ta kanë prish referencat e gabuara. Kanë ngu ku s'ban me ngu. Për arsye domthonë kena një kapitull as gjon te selefi që paralajmëron mos me ngu bidatxhit. Derisa ka pas pi selefit as ajetet kuranore që kanë ngu bidatxhive. E tash na vjen një gjenerat që për mu dok ma gentlemana na s'ban me fol kundër bidatxhive. Jo, nuk është e vërtetë. Domthonë na paralajmërojmë, mumi mos me paralajmëron me emra për arsye të caktuara, apo paralajmërojmë zguxon me ngu. I ngon e bafsh me shnet ka me të bë dam, pik. E masanena mund të shall mos me xhet, baki ti njëra mjeku ja, thotë jo, s'jam interesuar. S'jam interesuar më me ty. Se ti e ke ditë keç që ndërtim ta kena vë, mas ti shku mu infektu. Shkoj vazhdo me atë çka ku infektu. Për arsye keç që ke duhet mas me kriju një kulturë që mu shmang interpretuesve të këqij, edhe mos me marr një rol të poshtër. Cili është ai rol? Po, ma dhe kjo e koni pa shkolle, që shme kuptu që kjo e koni pa shkolle. Po, sobe detyra jote, pëta. Detyra jote me rritë fejnë tone. Nuk ka detyra jote me a gjetë rolin se cilit. Kush është i mirë, kush është i keqi, kush është i shkollumi, kush është i pa shkollumi. Ti, apo të rrezikohet vetaria, po. Ose për shembull, që ka thonë, e ka përmend dikush për dietarëve në një prej vendeve. Islami nuk po du me përmend shembull. Dikush për interpretuesve të kësaj islamit, e ka pas një shkelje të haptazë të sunetit. Edhe ka njës me mojt një ders me argumente, me usule, me fakte logjike, me transmitime, me atë, me këtë, që qaj e pun nuk o vajgjib. Qaj e pun nuk është vajgjib. Edhe këta studentët, edhe këta njerëz të dijes janë impresionu prej shpjegimit ti mahnetës. Edhe qohet një plakë i thotë, kështë unë së ne mora vesh që këtë. Së ne mora vesh. Vesh punë më interesant. Ti po thu sunet, ne e kena di që o vajgjib. Rasullullah ku kon të sunetet e vajgjibi, ka thonë Rasullullah kon të vajgjibi. Ka thonë mu mjafton që ti që ketë tonën, maje për veti. Që ketë interpretimin një saat, maje për veti. Mu për interesant mu kon të qaj shembulli pa diskutu shumë i pejgamberi sasëm. Ose për shembull, shumë interpretimi, kështë nuk është edhe bashkë qa që shtrëngu me se e kanë shtrëngu, nuk ka bashkë shpethojnë, okej, veç e thjesht, ti shekon të në mesin e sahabëve. A e kishe pa praktikën e sahabëve, a e kishe ngu interpretimin e qëti. Po i shkon marrë e dynjas ti pa sahabët me ngu këta. Sahabët shumë shqyqare e kanë pas këtë vepër, e kanë pas këtë praktikë, e kanë pas këtë fetari. Me thonë, si mos janë sahabët për shembull, kush ka më konë? Si mos janë tabenet, kush ka më konë? Si mos janë tabenet, kush ka më konë? Po më duhet me gjetë një farë interpretimi se këta dhe këta nuk janë bashkë zdinish. Për ka si pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë, mas shumë të shejtut në këtij umeti. Është fitnja e Kuranit. Fitnja e Kuranit. Po thonë, sot çish fitnja e Kuranit, ka më arreni kujt mos i më lezu. Edhe me interpretu, çështja moremenja, çështja ka sektin, çështja ka ideologjin, çështja ka frymën, çështja ka presionin, çështja ka rrethonat, kjo kam kon fitnë. Domthon me Kur'an kanë me deviju njerëzit. Po e vërtet, Rasullullah ka thonë sallallahu alaihi wasallam, me Kur'an kanë me deviju njerëzit, edhe fundi dhe me këtë përmbylli, e që padyshim që kjo është përmbyllje, se s'mund të përmbyll ndryshe. Po elhamdulillah i ki domethënie të fuqishme, i ki spikat, ki referenca, distancohesh pi modelit keq. E runë këtë habitatin shtë mas për më të dushmi lutë Allah. Në kjo nuk matë për i lutë Allah. Dhe më thonë, qysh ju ki lutë Allah të zëgjel me ta hek një gajle, një smuje, një derte, qysh i lutë është Allahut për atë dhe për këtë, dosh me pas për i lutjeve të shumë të njetë, me ta mundësu Allahu me nejtë nudhe, me ta mundësu Allahu me realizue urdresat Allahut, me ta mundësu Allahu me i kry punë të shikahje. Me ta mundësu Allah dhe me ta dhonë të marën në jetësimin e fetaris, dhe Allah subhanahu wa taala thot fa'budhu wa tawakkal alej, adhuroj Allahun dhe mbështetju Allahut. Adhuroj Allahun edhe mbështetju, se pa i mbështetë Allahut s'u ne ba. Pa i mbështetë Allahut nuk mundesh me ba. Elusi Allah azza wa jall na dhon sinqeritet edhe sidq, me na mësuar me realizuar ashtu siç është ai kënaqt, edhe me na dhon një realizim i cili përfundon me xhenetin Firdaus. Sallallahu alaihi wa sallam baraka ala nabiyina Muhammad.